Shadow Clone. Hello. Tamam, hello. Hello. Se tash do fillojmë të flasim në anglisht. Po. Më kupton, do e bëjmë gjysmë zyrtare. Do e bre. Jo, nuk kam mo. Ta kërko halli. Po, do të përshtatesh. O, kolega. Kolegi dashur, jepi. Ka nevojë të diskutojmë për çfarë do flasim sot? Po, për këtë gjeneratën e re që sa ka Berinic për shembull, do duhet të flasim. Në vërtetë çika? Po. Sot do flasim për një masterpiece që bonte shumë related, që t'ja parafrojmë Po, ne kena zgjedh kështu. Eksakt. Me situatën aktuale në Shqipëri dhe çfarë po ndodh me këtë lesh bote. Shumë drejt. Ashtu. Sot do flasim Për Death Note-in. atë moshat liga ja. Defterin e Hallxhiut. Ai defteri. Ai defteri është Alamet defteri. Na duhet I faqe si ai defteri. I flet desha, veç atë kopertinën ma lemu. Për stereolaps nuk për shpunë tha, I çat ke. Me gisht. Me gisht. Death Note, vllai. Kur ke fillu ta shohësh ti atë? Ose si fillove ta shohësh? Nga doli, pse doli? Me thënë drejtën, rastësisht më ka dalë. Edhe ti, Po, rastësisht edhe mora vesh më vonë që ishte shumë popullore, tërci e mërci, po e vetme e gjë që më ka pëlqyer se kjo është pak dark dhe unë nuk është se jam shumë fancy zhanrit, po, dark, më pëlqeu Qamet sepse bonte shumë related me vendin tonë. Jo vetëm me vendin tonë, por në gjithë botën. Ka bo historikisht me gjithë. Bravo. Dhe lajti që në gjendë rastësisht një defter më rrugë. Ja, çoja I ustaj vetë Po kështu doli pra, kupton, me ai që I rastësisht aty më rrugë dhe fillon del një agamje. Ty I shpjegon gjithë situatën, por nesër sot nuk jemi mbledh për të diskutuar historinë e Death Note-it. Si ka nisë dërci e mërci. Kryesorja është ajo që dum me fol sot, a kishte të drejtë lajti apo jo? Po ja, kjo është pyetja. Kjo është pyetja e sotme për mua. Deri diku. Pse deri diku? Po se e filloi mirë, e filloi butshëm. A kupton? Pastaj rrugës e lishoi fare, e prishi mohabetin, e kapi ajo ego, e kupton, e pushtetit edhe e degeneroi, po vriste. Po, a nuk është kjo një tip paralizimi me politikën? Po. Pra që karrika në këtë rast është defteri. Po. Dhe si ndryshon robi, se kjo është e bukur. Pra ti merr pushtetin, e nis butshëm, si shte ti. Po, e nis butshëm, e nis me gjona të mira, pra ti hakmerresh, hakmerresh në thonjza si sinonim. Kërkon të drejtën që s'po ja jep njeri, ti fillon të drejtën vet. Bravo. Pra ti e fillon e nis kështu. Çfarë ndodh më mirë? Çfarë ndodh rrugës? Pse ka kaq pushtet ajo lloj karrige? Pra si ju duket, do të thotë, lajtit aty për mua e duk vetë perëndi. Por e thotë, unë jam zoti I kësaj bote thotë. Eksakt. Dhe kështu ndihen dhe politikanët, se ky është një paralelizim figure politikane. Shiko sa bukur e nisi. Lajti filloi të vriste, do të thënë, vrasjet e para kanë qenë një përdhënues që kishte përdhënuar shumë herë. Po. Edhe as I herë s'kishte dalë para ligjit, edhe ky tha, po I herë valla, fap. Edhe firmë në fund, kreu punë. Filloi të vriste gjithë burgaxhit me dënim me vdekje. Po. Sa do të dilet e kjo, po mbaroi fjalën. Pastaj, kur ju vun mrapa për ta gjetë se kush ishte, aty e humi lajti fillin. Ore, mos duket pak si e ngjashme ty kjo. Me kë? Ku ti jo me kështu që deri dje bëje një punë të mirë, pastaj kur e pan që ti po rreshkisi pak nga binare, tu vun mrapa, pastaj kur tu vun mrapa ti të zuni presioni, pastaj kur të zuni presioni ti fillove të bësh gjona që s'duhen, pastaj po bie psy që ishe ti që po I bëje këto gjona, po ti s'doje ta pranoje. Pastaj prap ti, unë. Lajti po flas. Kur dole nga binare, dole dhe the jam unë vlla, po s'besoj njeri, a kupton? Kur the jam unë, fillun këta njerëzit gjithë, po sikur të jetë kë, ju vun mrapa, imagjino, arriti deri në atë lloj pike për të rujt me nderën e vet, saqë vrauen e babën e vet. Nëse aty pastaj kalim të marrëdhëniet familjare që nuk ishin shëndosha kur I thot. Ishin të dietike. Ishin kështu dekafeinato. Ideja është e këtilla.
paralelizimi si mendoj unë që ka bëu autori, pra figura e revolucionit siç nis, sepse kjo është ajo që përflitet, pra edhe revolucionari që e nis me këtë gjë, ka tendenca të shkasi rrugës. Po. Dhe të bjerin patakun që ishte ai përpara. Se ta hidhte nga froni. Mos është kjo pesha e karrigës, domethënë kur ti ke pushtetin në një mënyrë apo në një tjetër, nga jo mbase vetë tipo nga faktorë të ndryshëm ti shtyhesh të rrshkasesh nga idealet, për shembull që ti e fillon e inicion këtë gjë. Patjetër, pra sepse ti krijon diçka deluzive, siç krijojnë pushtetarët tanë, mendoj se janë zota. Të tanë, të huaj, kudo që ti jenë. Po merr, gjithë politikanët në botë, po ne po e bëjmë pak related me këtë tonë këtu. Ta lidhim ta mund, tash nuk mund. Ta lidhim edhe grëshën. Mund të rrim indiferent tash ndaj kësaj gjë. Përkundër. Dhe nuk mund të dalim dot nga formati. Jo, por ne mund ta përshtasim, e kemi këtë luksin ta përshtasim. Jo, e kemi po. Ja, ti ju duk vetë perëndin atë moment. Dhe kështu ju duket edhe politikanëve. Pra ti je një perëndi e lartë dhe famlar, sa tokën që ti e krijove ja jep kujdo që do ti. Apo gaboj këtu? Nuk gabon fare. Por e di kush është e bukur e lajti. Më thuaj. Se ai që ia dha pushtetin, ai ja mori. Ai ja mori pushtetin, pra pasioni nuk mund t'ia merrte përveç atij që ia dha. Patjetër. Se ishte literalisht në atë pikë që nuk po arrinte, domethënë e nisi si idiot, se kjo është e bukur. Se kur nis Death Note për shembull, lajti e nis me shumë gabime amatoreske. E kupton? I vriste njerëzit gjithmonë sa mbaronte shkollën, e kupton, kishte të hapësirën e vet aty 10 me 12 para se të flinte gjumë. Po kështu e nisën edhe politikanët e re. Kupton, nga 100.000 lekë, nga 1.000 euro, kupton kështu të vogla. Pastaj fillo bëhet profesionist tjetër, ta fut llokmën e kaçës aty, vap. Pastaj kur filloi që t'ia merrte pak dorën gjos, aty pastaj u zbukuruan gjonat, filloi të zgjuarsoi djali, e kupton, filloi të vriste këta njerëzit, po t'i vriste me stil. Filloi të i bëni update atij bllokut, tha, po mirë, po sikur ta provojmë, tha, ti them tha që ky vdiq se shtypi autobusi. Po, patjetër. Po si këto vjedhjet kështu, po unë s'mora gjë, por dhash një leje ndërtimi, po se di pse përfunduar një 2 milion euro në xhepin tim pa dashur. Eksakt, pra kjo është ideja. Për shembull, a kupton një rast se ka shumë. Unë se kuptoj pse mungojnë ilaçe, po se di po nga që si paguajtëm gjitha, a kupton? Po ku shkuan gjysmat e lekëve? Ku di gjë në jote? I mori lajti me vetë në varr aty kur iku. Sigur. Nëse, shiko tash, unë them të mbajmë pyetjes parë. A kishte drejt apo jo? Për mua. Deri çfarë episodi bëhet llaf? Deri çfarë mandati, ha? Deri në fund. Okej. Deri në fund. Jo. Lajti për mua kishte të drejtë në këtë gjë. Që duhen qërruar. Po, dakor. Dakor? Mëshira, shiko, ka vendin e vet. Edhe Zoti që është Zot, ka disa gjëra që nuk i fal. Apo jo? Ore, vërtet. Por aq kosa ekziston parajsa dhe ferri, s'po i futemi terminologjisë, pastaj edhe teologjisë me purgatorin e tjera me radhë. Se më ku ta këtë bërë risk. Pra mos të futemi teologjisë, por dhe Zoti që është Zot ka disa gjëra që nuk i fal. Atëherë pse ti duhet ta falësh për herë? Ta kalbësh në burg? Jo, mërë vlla, dënimi me vdekje duhet ekzistojë dhe për mua me varjen litar. Jo, shikoj, disha më në se aty vun, e kupton, para se ti ikesh dhe e kupton se ç'a po heq tjetri. Unë mendoj këtë që sa i që do e shofi pastaj nuk ka. Jo, unë mendoj këtë që dikush që është dënuar me vdekje leje të vuj. Se po e vrave ze se e ke shpëtuar. Ore, do ta bëjmë ashtu, tortura gjithë jetën e. Jo, me torturë, jo me leva, ti mos shofi dritë të diellit me sy, më përderisa e ka merituar atë pjesën që ti valla do vdesësh këtu. E kupton, e ke prej biletën vetëm vajtja dhe kismet pastaj. Po. Ai tjetër tha ratiset nga aty më. Shi çka ka fut skene kështu. Po, jo. Atë. Shive. Ne ka fut. E pash. Edhe ideja është që shiko, unë mendoj që ndonjëherë është kjo pjesa e drejtësisë valla, që është ky faktori i tij. Por drejtësia është e kalpur sepse shiko pak, ka një keq interpretim të drejtësisë. Jo, shiko, e di çfarë mendojnë avokatët, valla nuk janë ata njerëzit që mbajnë të drejtën. Avokati mbron klientin. Po, shumë e thjeshtë. Ti ke më shumë lekë, mund të jesh në faj, thjesht ke marrë avokat Bob, ai që s'ka lekë ka marrë avokatin e popullit. E kuptoj. Ai që
s'ka lek, s'fiton e asnjëherë, Po. fiton ky që vrau robën, ja, se vrava unë si unë isha në Karaibe atë ditë, shfun kam unë me atë që vdiq. Po jo, po shiko se ishte makina jote që përplasi, makina, po jo unë, ku më pat mua ju? Po ti dole bëre fotot, ja, gabim ka qenë sozia, a kupton dhe shpëton, fut hyn sozia në burg. Absolutisht jam shumë Edhe kjo mendoj që e shtyu lajtin në vëlla që një drejtësi që supozohej ta bënte shteti, po e quajmë, nuk po them avokatia, them tasha këto gjykata. Lajti tha pritje vëlla se ky tjetri ka vrarë kaq njerëz, e kupton pse duhet të rri jashtë burgut. Ky tjetri ka bërë këtë lloj krimi që është i pafajshëm. Pse duhet të rri në burg? Vritë. Por mënyra se si lajti interpretonte atë që ti do e vra, unë do e vras sepse unë jam zot dhe unë kam trurin që ti gjykoj gjërat saktë, kjo ishte gabim. Tu është deluzioni pasaj. Se këtu mori kota. Tu futet deluzioni. Unë ne po flasim a ka apo s'ka të drejtë në ideologjinë që nisi. Dhe ideologjia që nisi është shumë e pastër dhe shumë e drejtë për mua. Kur e nisi në fillim ishte shumë e saktë. Sepse një sistem i kalbur duhet vendosi për një shoqëri që vetëm duhet lullzoj. E di qa më vjen keq. E di si është kjo të vendosi ferra kur do të çeli trëndafili. Po mu më vjen keq nga kjo, nga gjithë kjo anime, që po ta bëjmë relate për shembull me jetën e përditshme. Këtu valla te këta që po i gjykonin gjithë kohës, këtu në fund fare vdesin këta të mirët. Për shembull vdesi Jati Lajti që kishte luftuar gjithë jetën për drejtësinë. Se si u vu drejtësia nuk ishte në duar të atij, po ai gjithmonë kishte qenë me drejtën, e kupton? Kur i tha Lëja për shembull që ore do vëm kamerën në shtëpi, te aneti monitorojmë te, u mërzit për faktin se tha ore po un kam qenë gjithmonë me drejtën, por nuk e tha asnjëherë jo vetë. Edhe ka rujt vetë, si gjithë të tjerë që ngelen në fund ato 5 vetë, a kupton? Shumë dha ndërheqjen. Nuk rrezikojën jetën time, thoshte tjetrit vdes këtu se mund të vrasë edhe muzina një jep me fytyra me gjitha. E vëllai ikën. Zgjodhën shortcutin, patriotat. Por erdhi puna për jetë vdekje, thanë ja. Mirëpafshim, se kujtohet se s'ia dinte fytyrën e lajtit aty, e kuptoj se funny thing. Por që ideja është që në fund ditës vdesi drejti për herë. Kjo është pak po e sigurt, more. Kjo është pak po e sigurt. Kjo anime e ka transmetuar dhe më pëlqen fakti që nuk e ka mohuar valla që sado i drejti jesh prapë ti do hash i pari. Po kjo nuk duhet ndodhi. Kjo është ideja. Domethënë irritimi dhe reagimi i lajtit duhet të jetë spunto. Po. Pra që ti të hapësh syt. Po valla, po lajti doli jashtë kontrollit, ky është i gjithë problemi. Imagjino, ky zuri të dashur atë Misa. Po Misa. E përdori në atë lloj niveli dhe ajo është shkreta me të mirë gjithkohës, dha shpirtin për atë dhe në fund fare çan ndodhi. Iku dhe. Si ja çove. Me të shumtit. E kupton dhe ajo me të drejtën. E kupton u përdor njerëzit ajo domethënë edhe besnikëria përdoret për keq, për avantazh të këtyre tjerëve që mendojnë se kanë pushtetin dorë. Domethënë sa besnik ti je ndaj dikujt, ti je i pari që do e hash prapë. E kupton? Në momentin që ti je besnik kundrejt dikujt që ti mendon me të vërtetë që edhe ky po të kthen ty të njëjtin feedback, edhe ai bie në atë batakun që ose ti do zgjedhësh këtë që po rri për ditë me ty, ose do shesësh veten tate dhe këta tjerë të shpëtojnë, çfarë do bëje? Për herë do shesi gjithë ta që e çun aty. Po, kjo diferencon. Ti si besnik do jesh i pari që do e hash. Ti si i drejtë je i pari që e ha. Ti që bërtet je i pari që e ha. Eksakt. Lëja ishte karakteri që për mendimin tim un jam 99% i sigurt nëse do shikojmë vetëm si anime, jo çka ka shkruar autori. Lëja e kuptoi që në fillim që ishte lajti. Që në fillim që kur i shkon të shkolla atje. Do thosh ti jo po anime, po këtë tregoj, po ai mund të ketë shkolla të tjera, po si kanë nxjerrë jo. Ai doli nga strofkulla e vet, që si po themi detektivi më i mirë i gjitha kohërave, nuk ishte zbuluar asnjëherë fytyra, e shtyu veten e vet që të shkonte në atë fazë që ky literalisht takonte lajtin. Pse, domethënë edhe ky ishte vendim që nuk e dinte asnjë, shkoi e boni vet pam edhe e ndjente, a kupton se e dinte që ky ishte intelektual, ky ishte njeri që me të vërtetë kërkonte drejtën kur po flasim për episodet e para, donte drejtësi, se lajti nuk vrau njerëz kot e kot. A kupton? Lajti vrau njerëz që Lëja për shembull vetë dinte valla që ky përdhunuesi i kishte shpëtuar ligjit në një mënyrë apo një tjetër, por ky e meritonte dënimin me vdekje. Këtë shkoi vrau lajti fillim. Ose ky burgaxhiu
që dilte atje me dënim me vdekje, kishte bën masakra para, prandaj e vrau lajti. Doli jashtë kontrollit. Kjo ishte ajo pjesa pastaj që Leja tha, priti herë valla se ka limit çdo gjë. E kuptoj unë që ti ke të drejtë kjo gjëja që ti po bën, por kjo e drejta jote, po del jashtë kontrollit, po cënon njerëz që nuk duhet të cënoj, sa e shkoi vrau, sa ishin 20 agent FBI-s. Po. Thjesht i vrau valla për qef, për t'i treguar ty që unë jam i fortë, që unë i di të gjitha, ju s'keni pse të gërriceni me mua. Pavarësisht se si i mori informacionet lajti, a kupton se? Tjetër kush në Hakon te kompjuterin e tij në shtëpi. Edhe kjo plus kishte super avantazh. Se lajti edhe kur e ndiqte në Europë ja shifte Ryuku gjithkohës. I tha po të vijë çun mbrapa. Super skene. Qa është Ryuku, mendon ti? Ryuku është Shinigami pra. Jo, qa është Ryuku në real life implication? Ryuku pushteti. Jo. Pushteti. Jo. Ha, ma thon. Shërbimi sekret. Ministria Po Brendshme. jo më po flas Ryuku vëlla. Ryuku. Arlin, Ryuku është fenomeni. E kupton? Fenomeni është pushteti. Ryuku literalisht ishte thjesht figurant. E ke parasysh që del ai angjëlli këtej dhe ai djalli këtej? Të kuptoj. E kupton? Ryuku ishte miksi të dyjave. E kupton? Praktikisht ti bë pak me djallin për të bërë diçka të mirë. E kupton sa Po sa kontroverse është. e kupton është paradoks. Shadow Clone. Me qenë se bëm gjitho politikra, Jo, anas me politik. Jo po ne. Hajde flasim një çik për këtë jutën çka. Të vetmi në vend në botë që gjërat shkojnë të paktën mbar. Kupton një pjesë e mirë. Dakor? Dhe ky vendi na sjell dhe gjëra të bugra. Pa, thaj për çfarë si e ka një. Bra, është prej Japani. Ja. Japan Square na ka sjell. Seriozisht i gidi? Iri çavo. Hajde. Na ka sjell të lotrat e bukura. Të janë anti-stres për zotin, shime, e bë kështu, ja ngre vetlën. Janë ngre flokët. Janë flokët do. Pe të dreshin nga ta ballukën. Pas kanë greshet e grinjë. Ai, shi e transformo si dush, fape bo dhe gotë po. Ky pas ka qenë zerrë mbrapa. Ai. Me kjo si mërzit, kështu pse me bilin në sti? Po do me të korruptu. Ka mundësi. Tani te Anime Store. Do ju dali këtu. Se na lodhë dy nxjerr këtë gjë. Keni figurinat, siç i keni aty kape që ka të Që të katë çupën këtu të zhandarkun tonë. Çkodora të gjëna të buta. Ai, Keni kështu. janë origjinale japoneze. Po s'deshet kështu, Kemi edhe ashtu. kemi kështu. Po s'deshet edhe kështu, futuni te webi dhe gjeni vetë sa doni. Prit, se do të tregoj në Te etikë. Instagrami domethënë, ose te TikToku. Ku doni valla. Po s'deshet ashtu se s'keni vend ku t'i mani. Po, keni edhe këto të bukura që i boni me dritë mrapa. Eni kështu, 2D. S'keni pse merrni kështu. Po s'ju pëlqeu në kjo tash, mos ju pëlqeu, normal që do të pëlqej, po s'ju mush menja nga ato tre gjë. Kape se bone domin. A çelloj domi se ulën. Kape se bone domin. Ulën se ishin lodh dorën kohë. Ai. Shkoni te Instagrami. I hudhni sy se o bonomi. Kape, këlltup hudha të me. Edhe e di kush të bukura. Çmimet. Krem. E ta mënesh, i thoni kështu, vim nga Shadow Clone se i vetë dy duhet më zemër, sa robi mirë. Po. E kupton, është në të mirë të komunitetit. Mendon më shumë për ju se sa për xhepin e vet kur i thon llafës. E vërtet është. Kjo është e vërtetë. Kjo është shumë e vërtetë. Nëse, kështu që dhe ikim sot ne. ikim. Po, mëlle, praktikisht se s'kemi kohë. Hajt. Shadow Clone. Edhe Ryuku i tha valla, ky do nuk i shpjegoj asnjë lloj gjoje, nuk e ndihmoj për asnjë lloj gjoje, nuk e asistoj për asnjë lloj gjoje, thjesht donte ta shikonte valla si njerëzit reagojnë kur kanë pushtet. Është kjo shpreha më valla, do ta shohësh dikush çfarë tipi ka jepi karrige. Po, e vërtetë, po. Do ta shikosh çfarë fytyre ka jepi lek. Aty e kupton se çfarë lloj robi është. Edhe lajti ishte rob shumë i mirë. Pa, pyetja ime është kjo. Ti mund t'jesh i mirë ose i keq kur jetë ajo zerroja jote. Po, a mendon ti se pushteti ose leku gjithmonë të ndryshon ty? Po, çdo njeri më të ndryshoj. Në çfarë aspekti për shembull? Do thosha më të mirët do t'i lohaste për një moment për do ta mbani veten. Më të mirët. Për të tjerët e gjithë do të ndryshonte.
Sepse në momentin që ti merr pushtetin apo lekun, ti ke akumuluar gjithkohës, pra. Do të hakmerrësh, gjëja e parë është hakmerrësh. Po. Gjëja e parë është hakmarrje. Sepse ke vuajtur ti, kanë vuajtur brezat e tu përpara, brezat që ndoshta do vinin. Po, do ta nxjerrësh atë, do më nxjerrë dufin. Domethënë ti mund të jesh sa dush i mirë, po ti ke i far dufi që i far të buron më përse brendshme dhe nuk ke. Jo urrëtie, po i far dëshire për për t'ia rikthyer me konta valla, për t'ia treguar herë që ja çam bone mu. Po unë nuk mendoj se kjo është zgjidhja. Po cila është zgjidhja sipas teje? Olla zgjidhja është që në momentin që ti ke këtë lloj urrëtie, ti nuk e fituar si lloj gjoje. Domethënë ti fitove një domethënë you won the battle but not the wars. Disi ta shpjegoj. Kapite. Domethënë ti fitove sot, po jo për ditë. Sepse po ta paralelizoj pak me ça po jetojmë. Shoh njerëz për ditë, pak rëndësishme unë e kam studiu, besoj, jo në detaje, por shumë hollësisht. Kam pa fytyra që të dy i njohim, i njoh vetëm unë, i njoh vetëm ti, i njohin të gjithë, e kuptoj, që dalin edhe bërtasin. E kuptoj, mund të kenë bërtit edhe dje. Për disa kam respekt për gjithë, nuk kam asnjë lloj kështu, po për disa i respektoj për atë që po bëjnë, edhe disa të tjerë nuk më pëlqen fakti që deri dje, e kupton, ju lëpinin lajtit, edhe sot i zgërdhihen lajtit. E kupton, kjo më shqetëson. E di pse më shqetëson? Se këta janë të parët që do kërkojnë pushtet. E dihet. Ta them unë pse, sepse ti del atje, jemi live, e kupton? Kurse dikush tjetër që e bën me zemër as nuk e mendon fare atë gjë. Dikush tjetër që e bën për një parim të caktuar as nuk e mendon fare atë. Shof mund t'i përmend me emra konkretisht sa të dush ti di shumë mirë. Patjetër. A kupton? Njerëz që deri dje marroshin me boj foto me. A kupton? Amon ku je, madhëria juaj, hape, bape, e kupton gjitha këto lëpirjet sot bashkohu dhe ti me ne. Ku ishi ti deri dje? Pse u revoltove ti sot që ky lajti deri dje ky lajti ti ishe i pari që po e përkrahje, edhe kur po bënte gabime, po vriste në maskë, e kupton? Sot ti ke dalë komplet kundra. Pse apo se gjithta ti apo se lëja tash e zbuloi se i preku bythën e vet. Domethënë, arriti deri aty frika, domethënë nga jallurimi perëndi, opa tani frikë se se po më afrohet mu. Jo, unë nuk mendoj se është frikë, unë mendoj se është thjesht fytyra këtyre e vërtet. Kjo servilizmi. A e po? E kuptoj? Se mora vesh i lajm, por nuk du ta them këtu, se s'kam pse, po është kështu burimi i sigurt që nuk e dal as i media as i lloj gjoje. Inshallah del, ke për të habitar rincave, do ta them mbrapa pastaj. Po ja thonë tash që nuk e them dot se është do na shohin ai një do e bëj shumë bujt. Është shumë kështu sensitive si gjë. Mirë, ke emisione tjetër. Po s'pati dal, ke emisione tjetër. Po besoj do dali shumë shpejt. Nëse është një lajm kështu për gjithë ta njerëzit. Nones këta që shkojnë në banjë me sparkat, e kupton? Si thonë. Po, në hale me vertikale. Vipa. Të VIP. Këta që kanë blet tikun, e kupton? Po, patjetër. Nëse pak rëndësishme kjo pjesa, po ideja është këto vëlla po dalin, e kupton? Po përkrahen se e di kush është fenomeni i bukur. Te Death Note për shembull ndodhe një fenomen, se po flasim për vitin 2005-2006, interneti praktikisht ekzistonte por nuk ekzistonte. E kuptoj, ishte thjesht ti mund ta shkruaje në anime, por nuk ishte në gjithë botën. Shumica e njerëzve kishin televizor akoma. Po. Edhe këta e morën vesh kush ishte lajti, i vun edhe emrin lajtit, i vun atë nofkën e vet, sultanit. Nëse. Edhe fillon t'i thonin, postonin në rrjetet sociale, vrit këtë, vrit atë, po jepshin sugjerime, ky ka bë kështu, ky ka bë kështu. Bën punë më të lehta valla, kupton? Këta si i thon shqipturë burr këta që merren me thashë theme, rujnë tjerë, dhe kupton se ja, kanë një emër tjetër. Servila dhe thanë. Ja, kanë vënë. Hafie. Ja. Këta më burr çka quajnë ta si kështu. Ngjajnë me patronazhistat. Apo patronazhista e ka. Patronazhista e ka ndërpura. Nëse këta domethënë, e kupton, fillon t'ia bëjnë punën lajtit lehtë, nuk merreshin me punë të vet, Po. Merreshin me punë të tjerëve. E kupton?
Pastaj kur filloi se po bënte modellim lajti, filloi dhe patronazhistët të priti herë dhe ta vrasin me njërin për sport, të tregu këtu në shtetit që jemi të fortë, a kupton? Aty u zbukuru puna, gjithta kthyen, rrotullon, s'di që nga shkoshin alla se s'ke ku të shkosh se ti di gjitha Bobi, se je ti që ke dhënë këto informacione. Edhe kjo është ajo TikToku që po hecim sot që po jetojmë, që kishte lajt i drejt, varet është relative. E nisi me të drejt. Po mos përfundojmë në atë mënyrë, sepse Përfundoi përfundimi pasaj është i njëjtë, do kalojmë në atë circle-in dhe jemi on repeat gjithkohës. Kështu që dhuna duhet, çdo gjë duhet, por dhuna me në mënyrë mas. figurative. Po pra, ta sqaroj. Po flasim për animin. Po pra, çdo gjë duhet me mas. Ama kush ka sy le të shikoj, Po, fiks. dhe kush ka vesh le të ngjoj. Edhe kush ka gojë le të flasi. Pa ngrej zonë. Mos ta maj veç për bukë edhe për mylle se shkoj shumë. Ta më thonë. Edhe për atë gjën tjetër, e kuptu të shumë mirë se për çfarë po flas. Dakor? Flisni. Burri që është burr, flet. Pa dallim gjinie, pa dallim. Jo, burri jo se ke femra zot që janë më burra se burrat. Për këllqe, ç'a thu? Dy palë, trapez. Po këta që hiqen si burra, këta e kam unë. Shiko. Thosh i shpreh dikur dy feku do mustaqe. Dakor? Të rrotullu më mirë. Po, se nëse i ke mustaqe kështu, pastaj si ato të çelos që janë kështu. Mustaqet e çelos ishin ku e ku mustaqe, po bie fjala. Kur si ke ato tamam thjesht varet dy fekun aty se s'ke çdo. Shiko. Ju e keni varë tashmë. Puna është ta përdorë. Figurativisht se do na nxirrni për. Po flasim për diçka. E di kush është e bukur. Jo se kjo ndodh vetëm në për anime apo në për filma që ti e shkruan vetë përfundimin, por që është diçka e vërtetë që mbase mund fonoje si proces, por vjen një pikë që e drejta fiton gjithmonë. Nuk ka ku të shkojmë valla se e di pse fiton e drejta gjithmonë. Se arrin e keqja në atë lloj pike që s'ka ç'a të bëjmë, del jashtë skenari. Ore mërzitet dhe ai i keqi, si këtu më burr, mërzitet dhe ai i keqi, duke qenë gjithkohës aty, duke fituar gjithkohës, duke bërë gjithkohës si ka dash. Dele valla si çdo ligë thotë jam unë burr, më vrisni. Kështu më i tha lajti. Ore jam unë, i thani. Po këta tanë s'kan arritur akoma në atë lloj pike. Kan dalë valla, kan dalë më haptas fare. Jo, ideja, po, fal se. Kan dalë. Ky joni u prek në sedër në moment. E mendoj dorëheqje. E mendoj, ha? E mendoj, u prek deri aty. Po si ka arrit deri aty, e do dhe i mandat. Jo, po nuk do. E do dhe i mandat. E di çfarë mendoj valla. Domethënë, mase ky mund të jetë mendimi im absurd. Unë kam i frikë tjetër se kur ngrihet e drejta, nuk mund ngrihet thjesht për ciptazi, dum drejtësi. Unë mendoj që duhet të jetë organizuar pak apo. Se kuptoj, çdo turmë njerëzish, çdo grup njerëzish, se turmë duket pak çuditshëm, duhet të ketë lider apo. 1, 2, 3, 5, çfarë rëndësi ka lider olla lider që ky hyt jetë zëri i gjithë këtyre. Nuk po them unë që njerëzit mos flasin, por është dikush që mos të shkoni si turm pa kohë. Kërkon, e kupton, negocion me këta që e ngritën aty. Duhet ta ngrenë vetë këta, se për ndryshe, e di si është kjo turma kështu pa lider, si ato rejt e verës, që del një re kështu, do bjerë shi, edhe zhduket ajo se e than vapa. Del ajo rrit sa kohë, mes gushtit, thotë i ra shitësh. Edhe thjesht përbëhet ajo reja. Po, duhet ai shiu gushit dhe shiu beharit që të sjell fortunë dhe sepret, nga sepret. Që të bëhet ai shiu gushtit, duhet një katalizator. A kupton? Vallai për katalizator nuk e di çfarë po presim që gjithë. Kupton se ka ardhur aty ku po shpërthen. Këtë po presim. Do unë them do të kishte shpërthyer me kohë. Dhe unë them që kjo gjëja të heci para. Që po flasim tash shumë drejt për drejt, duhet dikush të drejtojë. Se kush, not my problem, unë jam i hapur ndaj çdo lloj votimi. Opsioni, unë
Unë edhe ti, jo se dim ç'a bëhet, jo se dim se atje kemi qenë, në një mënyrë apo në një tjetër. Kemi qenë para se këta të fillonin, e kupton, dhe do jemi prap pasi këta të fillojnë. Pse? Sepse ne të dy, edhe shumë të tjerë si puna jonë, nuk mendojmë për veten tonë, se sa mendojmë për all the thing in general, e kupton? Paktën kështu e shohun. Unë mendoj për të mirën e të gjithëve, sepse në momentin që të gjithë janë mirë, vetë ti dhe unë dhe mirë, se s'ka opsion tjetër. Patjetër, ajo s'diskutohet. Kupton, asnjëri prej nesh, edhe shumë të tjerë si puna jonë, nuk ka pas nevojë për pushtet, në çfarë do lloj prizme pushteti. Dhe për këtë arsye mendoj që duhet të jetë dikush që nuk ka nevojë për pushtet. E kupton se unë shiko. Okej, edhe këtë duhet ta mbyllim. Do ta mbyllim. Po. Është një se po lexoj disa komente, disa blogje, disa gjona, dhe thonin që nuk kemi nevojë më që të vëmë të ngrejmë dikë që të na udhëheqë, dikë që ka 3 universitete ku dëgjon po listojnë kështu, po ngrejnë një të varfër thoshte. Se ai varfër ja di vlerën gjonave. Nuk është e thënë. Unë jam komplet kundra kësaj gjës. I varfër jam edhe unë, edhe shumë të varfër, më besoni, mi me minus, se ka të varfër që jetoj dhe ka të varfër me minus. Por mendoj që dhe këte, pavarësisht se ka thënë dikush që deri diku e pëlqej dhe se pëlqej, mendoj që për të bërë një shtet heci para, vej dikë që ka lek. Jo lek që e kuptoj thelbin. Dikë që ka lek në aspektin o vëlla që ka qenë suksesshëm. Ka qenë suksesshëm diku. Duhet jetë një menaxher i mirë i çdo gjëje. Arkitekt duhet dikush që arkitekt po flas për njerëzit, jo arkitekt për bo pallate, se bollmo. Po se na keni marrë frymën. Po që duhet dikush që të jetë arkitekt për njerëzit. Duhet dikush që ta zgjedhin njerëzit vet. Edhe shiko, më shqetëson fakti sepse 90% e njerëzve shkojnë te kjo ideja që se ky apo sa apo mendoj ky nuk bëhen dy menje bashkë. A ka mundësi si na e ktheve komplet politik? Jo, po flas për lajtin unë. A ka mundësi? Unë po flas për lajtin. Ti besoj që na s'bëjmë politik? E di. Pra. Lutem, edhe pak do presësh për. Mirë. Se ajo është diçka më e bukur. Akoma më e bukur, shumë herë më e bukur, diçka komplet ndryshe. Kaq se s'po jap më fillë. Ja, s'ka më fillë, shumë. Edhe këtu, se pra ne do ta paralizoja te kjo, masi vdiq lëja, që vdiq rëndësia ka është super vdekje. Kishin 3 opsione ata. E kupton? Që të zëvendësonin lënë. Ishin ato 3 buburreca. E kupton? Kë zgjodhen ata? Si kë zgjodhen? Zgjodhen në ato 3 të tjerë që ishin detektivë, 2 nuk e di se sa ishin. Po nëse 2 ishin sigurt se kishin mundësi zgjedhje. Zgjodhen më mos kokçarsin. Atë që i kishte të gjitha që si mungon ta asnjë lloj gjoje, që s'kishte çat humte. Jo, që ka teknikisht ka çat humbe. Jo, në aspektin që s'kishte çat humte, domethënë nuk është se do shkonte atje dhe do priste për atë rrogën e këtyre që e kuptoj. Ju ishte i kompletuar me kamllatin, e kupton? Do e bonte këtë gjë për sport, për të mirë të komunitetit. Nuk është se po edhe e kapi, si tha, qeveria e ka bler për me qerre. Edhe e kapi lajtin me kështu, me tek lekë. Me presh në dorë. Koleg. Në këtë rast me defter në dorë. Kene fjalë për të shtuar ti? Jo, koleg. Ta mbyllim. Asnjë llafe, ta mbyllim. Nëse se këto që ne po bëjmë nuk janë gjëra të bukura që ne duam t'i flasim, t'i bërtasim, po mënyra e vetme që ne t'i bëjmë është në këtë lloj mënyre, sepse nuk duam të dalim atyre jashtë kornizave, duam që ndrojmë me këmbë në tokë. Do keni hapësirë të flasim dhe shablon, pa më radhë. Atë, prandaj po i lëm atë hapësirën e vet që të diskutojmë diçka tjetër më të bukur, më të madhe, më të lezetshme, kështu që stay tuned, si thon këto celebritit. Stay tuned. Rrëni vërdau. Ashtu. Ta mbyllim? Ta mbyllim. Ka sapo?